Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorisë zbarkoi mëngjesin e kësaj të premteje në Radhim. Në Bregdet është shembur një biznesi të llojit të restorante e gjithashtu 5 banesa. Objektet janë shembur pasi preken nga projekti Lungomare 3 që po transformon Bregdetin nga Vlora në Radhim dhe Orikum. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar mëngjesin e kësaj të premteje në Radhim të Vlorës, teksa sipas informacioneve është për të shembur një biznes i llojit restorant i cili deri më tani të paktën nuk ka patur kundërshtime nga administratorët. Gjithashtu janë parashikuar për të shembur edhe 5 banesa. Aksioni i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit ka vazhduar i qetë, nuk ka patur kundërshtime nga administratorët e bizneseve të restorantit që ishte parashikuar për të shembur. Gjithashtu pas restorantit janë shembur edhe 5 banesa të gjendura përgjatë Bregdetit, të cilat preken gjithashtu nga projekti Lungomare 3. Këto banesa funksiononin kryesisht përgjatë sezonit veror si shtëpi pushimi. Në Radhim kanë zbarkuar edhe forcat shumta të policisë Vlorës në mbështetje të këtij aksioni. Forcat e policisë u angazhuan në ruajtjen e rendit dhe sigurisë në zonë. Aksioni sipas informacioneve do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, me të tjera objekte të parashikuara për të shembur, të cilat preken nga projekti Lungomare 3.